Tu nga tjeta të gjithve, unë jam Ermiri, tash që 1 vjet e gjys udhtoj nëpër Amerikë të eksploru vendet më të bukura natyrore. E këto ditët e fundit, unë dala në parkun Yosemite, I cili sipas meje është një ndër vendet më të bukura në këtë tokë. Me ujvarë të larta, dronjë gjigant, shkëmbinj me 1000 metra mbi tokë e lugin me lumë ma gjeps. Ky park ka gjithçka për gjithkant. I mbushën me vizitor prej ketë botës për shiu perëndimin e diellit. E sot vendosa me vrapu në një ndër pikat më të larta të këtij parku, shkëmbi që njihet si El Capitan ose Kapiteni, që është edhe vendlinja e sportit të ngjitjes mbi shkëmbinj. Pateka është me distancë rreth 30 km e me rritje të lartësisë mbidetare deri me mbi 2000 metre. Pa humb shumë kohë, fillojmë me aventurën e radhës. Për momentin jam nis drejt patekës, një ndër patekës më të vështirë në këtë parkun kombëtar që ka emrin Yosemite. Në këtë park kam qenë para 4 vjetëve, mirë po këtë patekë s'ku mujt me bo shkaku se kjo është një ndër patekat më të vështira, me distancë gati 30 km edhe ngritje e lartësisë mbidetare mbi 2000 metre. E këtë herë menoj që jam në formë të mirë për me kry këtë patek. Kjo patek ka disa ndalesa, do me thonë stacione, jo krejt njerëzit shkojnë deri në maje. Mund është mu këthy mas vetëm 6 km. Kjo është një stop ku kesh, ku e sheket luginën e këtij parkut nacional, edhe sheh një ndër guret legjendare, çka është edhe Half Dome thirrët. Qa jo shumë do me thonë legjenda që kanë gjitën në përgure, mas pari kanë fillu më gjitën që aty. Edhe një guri tjetër, në cilin do me thonë është maja, ku po shkoj tash. Ky ven edhe njihet si Meka, apo qendra, ku ka fillu ngjitja në përgure si sport. Si peshe, frim mezi se po marë, shkaku se ketë shumë të naltë ky ven. Do të vazhdoj jone, se sa ma shumë që foli, qash ma shumë lodhë më. Kështë që jemi pak më vonë. E gjeta edhe një vend tjetër, ku me pa kryet e ujvarës, me pa mjetë bukur, edhe pse e kalova këtë pengesën këtu qka është do me thonë për i mbrojt njerëzit për aksidentive. Në herë kam shumë vetësim veti edhe pse nuk është seri mirë. Që tash do t'a këtejna manera atje edhe e vazhdu rrugën. Tash, kjo pjesa tjetër, do me thonë prejte mas kalimit të ujvarës për me shku deri te pika e Shqiponjës, është vend shumë mal, mirë po mos ta hupi udhën. Mal shumë me dronja të mdhej. Këtë dronjt janë të njoftun, e kanë emrin Sequoia. Këto dronjt e mdhej janë vetëm në këtë pjesë të Amerikës edhe janë të vetmet në botë. Edhe kanë bjetu fal presidentit Teddy Roosevelt, I cili ndoket se jam I sigurt, po ai e ka ndalu do me thonë prerjen e këtyre drove, se o ka një kohë ku I kanë shkatru popullata. Se prej një dron edhe ki
mjaftueshëm edhe për mundëze, edhe për me ndërtu mobilje. Janë qatë shumë mëdha, edhe gjata. Tash po filloj mund gjitë tërma prap, kështu që duhet me i rujt energjit e me fol ma pak. Shihemi pak më vonë. Tash kjo është stopi i dytë i rëndësishëm që do të nalna. Është gati 100 kilometre. Edhe të na kthehemi, edhe vazhdojmë ka kjo rruga tjetër, ku e peshim një atë shenjën tjetër. Ajo është, do me thonë, destinacioni final, që ka edhe një 4 kilometre. Edhe të na kthehemi. E unë dalja këtu pak, e hongra një kollaç, që ka shumë sheqerna, krypna, amino acide, janë shumë të mira. Edhe duhet vazhdimisht, duhet gjithmonë me pas parasysh kur jetu vrapu që shtu na për malë ose të hecen, duhet me hangër edhe me pi para se me ardh koha mu koni unt ose i etun. Shkaku se sistemi i gjakit, do me thonë qarkullimi i gjakit, kur jetu vrapu dhe të hec, nuk qëndron në bark, po shkon poshtë e kamt, se kamt janë më aktiv. E për atë edhe për punimi i ushqimit është edhe shumë më i kadalshëm. Për atë nuk duhet me prit kur je i unë se të na derisa të vjen energjia, lodhesh edhe ma shumë. Kjo është një, të me thonë, një këshill pi Ermirit. Kjo është stopi i dytë kryesor, pika e Shqiponjës. Se dhe shini, stia muni me pa rrugën atje poshtë, prej atje jam nisë, me thonë. Veç pamje ma të bukur një jetë s'kom pa. Subhanallah, kënaqësi e madhe. E tash, shlonat e poshtë, për me mritja ku kryqëzohet pateka, për mu nisë rreth, të me thonë drejtimit, këta i guri i madh, how's it going? Hello. El Capitan, të me thonë guri e ka një kapitan. Tash që hongra buk, edhe pita uj, ka zonë pak barki me mlimt. Nuk u desht me hangër qatë shumë. Në mas mirë t'jo kapak. Për shka me mo shqiptar. Okej. Tash ljonat e poshtë deri te Udhkryqi. Meq, Marina, destinacionin e fundit. Ngurin, më të nalt në këtë park, që është me lartësi mbi 3000 hapa lartësi mbitare, do me thonë gati mbi 1000 metre. Edhe këto ka lind edhe si sporti, ndoshta e përmend edhe më herët, sporti i ngjitjes nëpër guri ka lind këto si sport. Po më vjen shumë keq që s'pash për momentin ndaj person që është ngjitën.
se ky vend është vend legjendar. E këtu janë edhe zinxhirt që lidhen ata sportistat. Atë është vetëm një shtraf e ma njerin rëndësinë e njerit që është i vartë 1000 metre. Ka shumë njerëz normal që miren me këtë sport. Këtu ka edhe shumë që fatkeqësisht kanë vdek prej aksidenteve. Mirë po, çdo sene ka domethënien e vet, ashtu si edhe Kiguri. Vend me të vërtet magjik, pamje magjike. Pamje që nuk mundesh shpesher njët mi pa. Kështu që do të nalna 5 minuta. Do të falimderona për këtë pamje që jam të e pa. Edhe duhet më këthi poshtë e me shku mi lakë kom dykon se janë lodh vegi. Sa i kryta 8 kilometrat e fundit mu harxhu uji edhe kom vraput e poshtë pa uj e mu ka tha goja e jam dehidrue e tash veç jam ka pi uj edhe pa pushoj edhe 5 minuta edhe kam e shku drejt e lumi e kësit himërin am 1 orë se kam njet me dal hiq ku jam lodh mirë po eksperiencë shumë e bukur e kisha vo prap 100%.